Zëvendës Pali, këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit. A kanë këto zgjedhje një veçanti në krahasim me zgjedhjet e tjera? Ju keni marrë pjesë të paktën në 2 zgjedhje, ju jeni zgjedhur deputete, por keni qenë aktive në politikë që nga viti 2006-2007 dhe e njihni atmosferën politike të zgjedhjeve parlamentare. Ka një veçanti si vjet sipas jush, domethënë këto zgjedhje? Këto zgjedhje janë më të rëndësishme se çdo palë zgjedhje që ne kemi zhvilluar. Më të rëndësishme? Kështu e perceptoj dhe kështu e ndjej unë dhe besoj ky është edhe realiteti që me cilin shumë nga ne po shohin, sepse këtë radhë besoj që është e qartë për të gjithë që nuk janë një palë zgjedhje si të radhës, nuk janë zgjedhje thjesht për të mandatuar një parti politike për të qeverisur, po besoj ne jemi të përpjetën e fundit të amanetit të paraardhësve tanë për një Shqipëri europiane, por edhe të detyrimit e borxhit e legacisë që duhet lëmë për pasardhësit tanë. Nuk ka qenë e lehtë, Shqipëria nuk ka patur këtë lloj reputacioni nga të paktën nga 2010-a e deri në 2013-ën. Ju e dini që delegacionet e huaja ishin bërë krejt të huaja për Shqipërinë. Ne nuk kemi patur vizitat nivelit lartë zyrtar nga 2011-a në Shqipëri. Në dyert e Bashkimit Evropian, por edhe të institucioneve të tjera ndërkombëtare, Shqipëria shihe me shumë dyshim. Dhe sa herë që ne hynim në ato dyera, apo uleshim në ato tryeza për të folur për perspektivën europiane të Shqipërisë, hasnim aty me një hezitim të fortë edhe madje edhe me një lloj dyshimi që seriozisht e keni, për të mos thënë një lloj sarkazme në diskutime. Nuk dua t'i hyj këtu arsyeve, dhe ndoshta dhe arsye kanë patur, janë pushkatuar 4 qytetarë të lirë në bulevard se protestonin për të drejtat e tyre dhe për atë që besonin. Nuk ndodhte kjo në një vend tjetër të Evropës, jo, po nuk di ku mund të ndodh kjo ende, përveç se në regjimet hiperautoritare. Por sa na takon nga 2013 e këtej në 12 vite, për diçka du t'jemi krenar. Sot emri i Shqipërisë është i lartësuar në arenën ndërkombëtare, sot reputacioni ynë është patjetër një reputacion që nuk ka lidhje me atë që ishte Shqipëria. Sot vizitat dhe shkëmbimet nga Shqipëria janë shumë të larta, nuk flas vetëm për numrin e turistëve, nga 1 milion turistë në 2013 në 12 milion turistë. Ja, do të pyes për numrin e turistëve zonjë, se është një çështje tjetër. Por edhe organizimi i aktiviteteve të rëndësishme nivelit ndërkombëtar në Tiranë. Tirana është kthyer sot në një qendër të rajonit tonë, të Ballkanit Perëndimor, paktën po dhe përtej. Duket se qendra e gravitetit në rajon nuk është më Beogradi, por është Tirana. 2 samite të rëndësishme janë organizuar këtu, përfshirë edhe samitin e BE-s jashtë kufive të BE-s në Tiranë, dhe në 16 maj ne presim komunitetin politik evropian, liderët e BE-s dhe përtej edhe të Britanisë Madhe deri në Ukrainë, do vinë në Tiranë në takimin më të madh që ne kemi organizuar, ku perspektiva evropiane e Shqipërisë është tashmë e garantuar. Okej, zonjë, po ju keni konsumuar 3 mandate dhe kërkoni mandatin e 4. Tani, për çfarë kërkoni mandatin e 4? Do thënë, ka një diçka thelbësore që ju këmbgulni dhe doni patjetër mandatin e 4, se ju bët një revistë disa punëve që relativisht janë të mira. Edhe kjo e Bashkimit Evropian është gjë e mirë, po unë do të pyes konkretisht më pas. Po pse keni këmbgulje që doni patjetër mandatin e 4 dhe ka arsye madhore kjo përveç këtyre që that? Ne besojmë që jemi sot për sot e vetmja forcë politike që mund ta çojë Shqipërinë aty ku e meriton, të mbyll planin ton të dakordsuar. Dhe theksoj këtë, nuk është thjesht një dëshirë apo një vullnet i yni, por përkon edhe me dëshirën dhe me vullnetin dhe me planin dakordsuar që kemi me Bashkimin Evropian për t'i mbyllur negociatat në 3 vite, pra deri në 2027, dhe është sot mundësia që Shqipëria të vijojë në rrugën e rritjes ekonomike, të rritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët. Kush na siguron ne që mbas 27-s ne jemi antar të BE-s?
të gjitha deklaratat sot të Bashkimit Evropian nuk janë tonat, janë të Komisionit Deli çmendur andaj nga BE dhe thot pritë do heqin viza, siç tha Hollanda. As kryetarja e Komisionit Evropian, as komisionerja për zgjerimin, as 27 vendet dhe udhëheqësit e tyre që i kanë ngritur të dy duart lart për PON për Shqipërinë, plani i dakordsuar, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe për Shqipërinë, këto nuk janë çmendurira, këto nuk janë as këto janë gjëra shumë mira, po them, këto nuk janë fate, keni parashikuar këto janë surpriza? Punë të bëra së bashku, nuk ka pse të ketë asnjë surprizë, sepse ata nuk janë as ndonjë vend apo federat periferike, e cila ndryshon udhëheqësit me armë apo me puçe ushtarake, po flasim për Bashkimin Evropian, po flasim për forumin dhe mund ta quaj edhe një perimetër mundësisht dhe vlerash i cili është ndoshta më i pasuri, më i sigurti, ku garantohen liritë themelore, liritë demokratike dhe garancit më të forta, jo vetëm për individet, por edhe për shtetet, për fshirjet dhe sigurinë. Pra po flasim për një organizëm të tillë i cili kjo shtëpi të pasurisht, siç e quajmë ne shpesh në diskutimet tona politike, i ka hapur dyert për ne. Pra, dera është krejtësisht e hapur. Jo, ata mund të kishin hapur dhe për parazojnë, po Hollanda do të kishte vizat. Macroni tha ne bollemi 27, se të kemi dhe tjerë. Këto janë ato çmenduri që them unë. Këto lloj paqartësisht Shqipëria i ka tejkaluar. Ne kemi patur, Jo, ne kemi qenë rregull më, nuk ka lidhje me ju kjo. Një situatë të lehtë sa i takon Bashkimit Evropian. Jo, nuk ka lidhje me ju, me socialistët jo. Bile as me demokratët fare. Po me BE-n. Edhe kthesa shumë të forta, po dhe të përpjetat kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe me që e përmendët Hollandën dhe keni shumë të drejtë, Hollanda konsiderohet një nga vendet, ndoshta vendi më skeptik në Bashkimin Evropian, sa i takon zgjerimit. Dhe sa i takon Shqipërisë, ky skepticizëm, kjo mbyllje sysh ishte edhe më flagrante se me vendet e tjera. Mbaj mend në 2019, apo dhe më herët, para se të bëhesha ministre për marrëdhënie në Parlamentin, isha deputete në Kuvendin e Shqipërisë dhe isha kryetare e grupit miqësisë me Hollandën. Dhe po ju them që ç'nuk kemi hequr në takimet përballë me ta, ku pyetjet ishin nga më të çuditshmet për Shqipërinë, sepse si informacioni po konfirmoni ti çfarë shumë. Absolutisht. Si informacioni ishte i mangët nga shumë prej tyre, ashtu dhe skepticizmi ishte i madh, ashtu dhe dinamikat e brendshme politike të tyre, partia apo një tjetër, përdornin element të zgjerimit apo të vendeve të tjera për të ndezur debatin e brendshëm publik dhe politik. Sot Shqipëria e ka tejkaluar këtë, jo vetëm me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por edhe me vendet më skeptike si Hollanda. Ne bashkuar me Maqedoninë, doli dhe Bullgaria. E ka përmendur në një studio dhe nuk dua ta ripërmend, po unë para 2 muaj. Përsëritja është më me dijes, më thoshte Zysha. Po është edhe ati mërzis, kështu që nuk do doja që... Jo, këtu në studion time nuk është. Do doja që tu mund të ketë mërzit të tjera, po jo përsëritja. Tishte më shumë më me dijes. Dhe në një takim zyrtar para 2 muajve në Poloni, me kryetarin e Kuvendit edhe me kryetarin e Senatit, Polonia ka sot presidencën e BE-s, mund t'ju them që mbështetja për Shqipërinë ishte pa asnjë rezervë dhe hezitim. Ndaj edhe grup kapitujt sot për Shqipërinë janë çelur, presidenca polake çoi kërkesën për çeljen e grup kapitujve të tjerë, brenda 2025-s ne mbyllim. Pra, hapim negociatat për të 6 grup kapitujt me Shqipërinë, në vizitën po ashtu të para disa kohëve, para disa muajve, ndoshta edhe më pak se 2 muaj në Hollandë, me kryetarin e Senatit dhe me kryetarin e Kuvendit dhe me kryetarin e Komisionit Politikës Jashtme dhe gjithë deputetët aty, dhe kryetaria e Komisionit Jashtëm rastiste që ishte një euroskeptike, për Shqipërinë nuk kishte asnjë skepticizëm dhe në fakt u votua në Parlamentin e Hollandës pa asnjë hezitim ftesa për çeljen e grup kapitullit. Pra, është e qartë sot që kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për ne. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos para pak ditësh në një intervistë në Europa Radio e Lirë e tha që ndoshta dhe 2029 dhe
gjasat më të mëdhaja janë që 2029 atje viti. Jo 30. Jo 30. Se në ngrit gjakun me atë se 25 edhe 4 bën 29 se ju socialistët ja u numëroni kështu ato lapsus e demokratëve. 2 nga 2 thua. Jo, ju thoni ne na jepni votën se në këto 4 vite do jemi antar të BE-s. Por në 2030-ën, tani unë se kam kuptu në njërë. Fillon ratifikimi i marrëveshjes për antarësimin në parlamentet që me mbylljen e negociatave në 2027. Unë e kuptoj këtë, po ai banori aty që i kërkoni i thjeshti, nuk e kupton këtë, 25 edhe 4... Ja kemi shpjeguar banorëve, ta keni shumë të qartë që edhe shpjegime se çfarë sjell Bashkimi Evropian, i kemi thënë, po për ta mbyllur deklaratën për Komisionerin për Zgjerimin, deklaroi që Shqipëria do jetë vendi i 29 në 2029 që do t'i bashkohet 27 për 28? Aja 27? Është Mali Zi dhe Shqipëria. Bash 27. Janë të dyja për ta mbyllur këtë argument, zënja Spirpali. Po mund të shpjegojmë se çfarë sjell BE-ja me që ju e diskutuat? Se ke shumë gjata fjali. Do thënë dikur i kishte më të shkurtra fjalit. E konsideroj si shenjë vlerësimi që po ju jap sqarimet e duhura. Nëse doni të flas më shkurt, është më e thjeshtë për ne. Edhe lëvizim terren pastaj. Unë jam nga ata gazetarë, po të bësh ti një listë, ti do më vlerësosh mua si njerëz që të ka vlerësuar më shumë. Qofse ke ndryshuar mendim, okej, të rishem unë, po. Po pse e thua këtë? Kush të tha që ka ndryshuar mendim? Po tani detyra e lartë ti të ndryshon pak zonja Spirpali, po unë këtu nuk po shikoj këtë. Unë nuk besoj se kam ardhur këtu e ngarkuar me peshën e detyrime, përveç se me dëshirën për të përgjigjur. Okej, dhe unë të respektoj, të falenderoj. Pyetja ime. Zonjë, ju thoni me të drejtë ne Partia Socialiste kërkojmë mandatin e 4 për këtë arsye. Okej. Tani antarësimi i Shqipërisë në BE, vetëm po se mund ta bënte vetëm Edi Rama, sepse për të qenë korrekt, merit kanë edhe për gjitha etapat, edhe kontributet e tyre, dhe Partia Demokratike në pushtet. Merit ka dhe Partia Socialiste kur drejtohej nga Fatos Nano. Merit ka edhe në disa kryeministrat të tjerë. Pse ju e këmbgulni me një forcë që në fakt mua më duket të tepruar, mund ma shpjegoni ju, mund t'jem unë gabim që po se jam edhe Edi Rama se tjetër njeri nuk e antarëson Shqipërinë BE. Përgjigjen e do shkurt apo siç duhet? E do po? Kaq, po jap një përgjigje po, edhe kaq. Po, është vetëm Edi Rama dhe PS. Po pse? Po doja shkurt përgjigjen. Jo, se thashëm të këtë e thot ju. Në rregull. Pse vetëm PS dhe Edi Rama? Nëse fiton PD, nuk bëhet? Në tani se që të dalë nga ky zhgualli i kryetares kuvendit edhe të dalë te personi që kandidon dhe është drejtuese politike në Tiranë, është deputete dhe është një antare e Partisë Socialiste. Si mund ta përfytyroni ju dhe ata që e bëjnë këtë pyetje nëpër studio, që sot në kushtet që është Sali Berisha mund të jetë një person apo një kryeministër, se kjo është ëndër në beze, po nuk ka asnjë rëndësi, që mund t'ulet përballë udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Si mund ta përfytyroni këtë? Pra, është një njeri që është zyrtarisht në nënhetim, është i pandehur për korrupsion dhe të shohim edhe akuzat e tjera, nuk thash i akuzuar zyrtarisht. Ata mund të takojnë zotin Berisha, pse? Dekord, po mirë. Amerika dekord. Po se janë të detyruar ata të takojnë. Nuk ka forcë që i detyron ata përveç respektit ndërsjellë dhe detyrave të bëra. Nuk ka detyrë. Nuk po e përsëris atë që dy vula i ka në ballë, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe nga Britania e Madhe, për të mos thënë që është njeri që është i provuar dhe i stërprovuar në drejtimin e këtij vendi. Nuk është se Shqipëria nuk ja ka dhënë atij njeriu mundësi. Tani e ktheve po, në rregull, po. Por këta të gjithë me premtimet që bëjnë këta patjetër detin do ta bëjnë kos. Këto perëndimin e diellit male të leqen do t'i bëjnë pilaf të gjitha dhe këta do marrin të gjithë nga një lugë në brez edhe do jenë të gjithë të lumtur se kur i dëgjon premtimet e këtyre vetëm me këto lloj metaforash mund t'i krahasosh, po për të kthyer te realiteti i fakteve dhe ku jemi, pra jo vetëm nuk ka asnjë garanci që këta mund të çojnë përpara rrugën evropiane të Shqipërisë dhe të vazhdojnë rrugtimin, sepse ai nuk është
Nuk është një kontratë e shkruar në gur, varet nga qeverisja, varet nga bërja detyrave, varet nga besueshmëria e udhëheqësve që ke përballë, varet nga reputacioni i vendit, varet nga reputacioni i udhëheqësve që shkojnë në këto takime. Janë shumë të lidhura dhe mos kujtoni që ka qenë shesh me lule apo ka qenë një tapet i kuq i shtruar për ne, për Shqipërinë, për Edi Ramën, për qeverinë, kjo rrugë kaq e përpjet. Janë dashur shumë takime, janë dashur shumë komunikime intensive, janë dashur shumë ndërveprime, shumë prova besimi dhe tashmë dhe në këtë pozitë fal Zotit, po dhe fal punëve, ne kemi mbritur që ta kemi këtë besim kaq të madh. Dhe fakti që ata vinë në Tiranë për herë të parë, dhe Tirana nuk është më një cep i harruar i Europës, është një vend ku periodikisht zhvillohen takime të këtij niveli dhe të kësaj rëndësie. Kjo dëshmon që vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste mund ta çojë përpara këtë rrugë. Ne kemi bërë planin e dakordsuar, ishte iniciativë personale e Edi Ramës për i propozuar në Bruksel, po dhe në Tiranë, në takimin udhëheqësve të BE-s, plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor, 922 milion euro që i përfiton vetëm Shqipëria me çdo hap që hedh dhe detyra që bën. Vetëm para pak javësh 64.5 milion nga këto 922 milion u disbursuan për Shqipërinë për 2 marrëveshjet që ne kaluam në kuvendin e Shqipërisë dhe do vijojnë të disbursohen. Për të mos folur për përparësitë dhe të mirat që sjell Bashkimi Evropian. Dhe këtë e din gjithë, e din studentët, e din fermerët, e din grupet e tjera shoqërore. BE-ja nuk është një flamur vetëm. Nuk është vetëm një pasaport. Para 10-15 vjetësh. Evolojmë të gjithë. Po, evolojmë. Kryetari kuvendit ashtu. Dhe patjetër në një studio të tillë të një njeriu që më ka respektuar atëherë kur fjalit ishin të shkurtra. E ka përzyem se ishin të shkurtra, sigurisht mund t'i jap edhe lirin që të flasë pak më gjatë. Por nëse duen edhe zbërthime të tilla për çfarë sjell konkretisht BE-ja për ne, mund edhe të hymë. Okej, Zonjë, janë 2 shprehje që kam nxjerrë nga fushata, nga përfaqësues Partisë Socialiste që më kanë bërë shumë përshtypje, do thënë janë dhe me humor. E para, ajo për ju që jeni në listën e mbyllur, se ju jeni në listën e mbyllur, po sigurisht ju keni jo avantazhe, po keni statusin e drejtuesës së qarkut. Siç ka thënë Nasip Naço, që mjafton mos i shtypi makina dhe jeni deputet, dhe ajo Ermonela Felajt që thotë gara për të kuptuar që gara brenda partisë dhe konkretisht brenda Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës është e fortë, tha që motra jemi shoqes jemi, shoqja jemi motras jemi. Kjo është garë. Ju sikletos kjo, si e komentoni këtë? Ka diçka këtu që juve mund ta komentoni, po me humor, po doni pastaj mund të bini dhe gjatë. Mund ta bëj edhe me humor, po do dalim, besoj do mbushim titrat e emisioneve. Ti se ke pasur një problem, ti ke mbushur lajmet për Bashkimin Evropian. E ke mbushur që vitin 2007, jo tani që je kryetari i kuvendit. Po, do flisnim për këto, po për ta thënë seriozisht, të parët, e pastaj të hym te pjesa e humorit, sigurisht që është një sistem shumë sfidues për kandidatët që janë në listë të hapur. Janë në një garë me njëri tjetrin që përveç garës me kundërshtarin duhet të sigurojnë dhe votat për mandatin e tyre politik. E ndihmon më shumë partinë? Ajo shumë fort e besoj që e ndihmon. Unë e shoh në territor, po, sepse si deputetët e listës hapur, ashtu edhe të listës së mbyllur, se deputetët janë të gjithë të përgjegjshëm për mandatin që kanë marrë, po punojnë shumë fort, po sidomos ata për vota personale dhe drejtuesit politik pa diskutim, dhe gjithë të tjerët në mes, po punojnë për të prekur ndoshta edhe territore, edhe grupe, edhe familje, edhe njerëz të cilëve mund mos t'u ketë vajtur kush në derë për shumë vite. Ka, pa diskutim që ka. Pa diskutim. Patjetër. Në qarku i Tiranës është shumë i madh dhe nuk është e lehtë që të mbrish në çdo familje, po unë po shoh që edhe aty ku nuk ka patur kontakte më parashëm politik, deputetët janë edhe për votat e tyre personale. Pra, sigurisht që do ketë fitues dhe jo fitues në këtë garë, por nuk do ketë humbës. Nuk do ketë humbës as në Partinë Socialiste, sepse fitoria jonë, mandatit 4, do jetë edhe më e madhe. Edhe më e bukur besoj se fitoria e 2021-shit. Qarku të Tiranës, jo, më ngacmove me këtë që nuk do ketë humbës, po do ketë vetëm fitues. Okej, pesa. Zonjë, unë e kuptoj këtë që ju synimin kryesor e keni edhe si drejtuese e qarku, që të fitoj partia.
dhe e kuptoj këtë, por unë e quaj humbës dhe ju mund ma kundështoni nëse humbasin dhe nuk bëhen deputet disa personalitete politike me profil të lartë politik të Partisë Socialiste që janë në garë në qarkun e Tiranës, sepse gara me fort këtu është Erion Braçe, Klodida Bushka, Anila Denaj, po themi Blendi Gonxha, Tilda Gjonaj, Blerina Gjulameti, Ervin Hoxha, Mimi Kodheli, Pandeli Majko, Plan Andreca, Arben Plumbi, Xhemal Qefalia, dhe deri te Ermonela Valigaj, Felaj, Olta Xhaçka, Fatmir Xhafaj, janë profile të larta dhe sigurisht që nuk do fitojnë gjithë. Nëse disa nga këta nuk bëhen deputet, nuk është humbi për Partinë Socialiste? Sigurisht që unë do doja që të gjithë emrat që ju përmendët, edhe të tjerë në atë listë të jenë deputetet dhe të jenë në Kuvendin e Shqipërisë, të e kam shumë sinqerisht. Sistemi është i tillë që nuk e lejon që të gjithë ata të renditur nga i parit e i fundit të jenë deputet, por gara në qarkun e Tiranës është e hapur për Partinë Socialiste, sepse ju kujtoj që ne jemi 12 në listë të mbyllur, dhe sot sondazhet, por edhe synimet tona, politike dhe elektorale, janë 20 mandate në qarkun e Tiranës. Pra, 8 deputet do dalin nga vota drejt për drejt e njerëzve. Uroj shumë t'jenë më të mirët, sigurisht do ketë një balancë gjinore, sepse i tillë është ligji për përfaqësimin dhe uroj që zonja nuk e kanë vetëm garën mes tyre. Të jenë të durit. Zonja nuk e kanë garën vetëm mes tyre, se kjo 1/3, ata e kanë dhe me Jo, sigurisht nuk e kanë vetëm mes tyre, por garanton përfaqësimin 30%. Dhe keni parasysh që në listat e mbyllura në të 12 qarqet e vendit ne kemi 52% të grave në listat mbyllura. Pra garantohet më shumë se sa 30%, 52%, pra më shumë edhe se gjysma e deputeteve në listë të mbyllur janë gra. Këta e keni ka përzyer ju, po ja kam bërë gjithë pyetje, nuk ta kisha parashikuar, po më ndihmo pak të lutem me faktin që si gjendet emri aty, e vini re që është një problem teknik i KQZ-s kjo? Ja u shpjegoni këtë votuesve, njerëzve? Po, kemi filluar të shpjegojmë se si votohet. Do të thënë kur i thash Ilda Zhyla, Ilda, ku e ke emrin ti këtu? Që te cepi asaj stemës, tha e kam emrin unë, tha, për shembull, e kupton tani ç'a mori është ky? Tani, si do ta gjejnë? Po them kodun atje. Nuk e besoj se është e vështirë për t'u gjetur, e para ka video informuese se si votohet. Mundësia është mund të votosh për një pjesë që ndoshta mund të votosh për parti, në këtë rast për numrin 5, pastaj zbret dhe voton edhe për emrin që do. Nëse votojnë për partinë dhe jo emrin quhet? Sigurisht. Edhe nëse votojnë për një emër dhe jo për partinë, sërish kalon për partinë. Kjo është. Pra, në rast se nuk duan të votojnë për partinë, mund të votojnë për një prej emrave shumë të nderuar që ne kemi në listën e Tiranës, ose mund të votojnë vetëm për partinë dhe për asnjë emër. Pra, zgjedhja është vetëm një gjë shumë e bukur zonja Sprepali, që ju personalisht ju voton 5-ën, e kuptova. Duhet të zgjedhësh një nga ato, po jo vetëm tënde, se herë tjera ke votuar për vete, besoj. Jo besoj, por ke votuar për vete. Vetëm 2021 kishim ne mundësi të votonim. Po, pra, më parë ka qenë proporcional, rajonal. Po jo, flas që ju duhet votoni një nga emrat që janë aty. Dhe jo vetëm tuaj. Okej, partitë e vogla ose të reja, se ne nuk i dim as janë, edhe madje as të reja janë ato, se unë kur i kam pyetur këtu ata dalin në 45 vjet, 47, janë më të mëdhenj se ju, gjithë ata. Dhe kjo është edhe me humor që ne i themi të rinj, fakt të rinj nuk janë. Ju sikletosin dhe nëse ata marrin mandate, do t'i kërkonit juve mandatet tyre të bashkangjitë Partia Socialiste, nëse ju do kishit nevojë zonjë? E sigurt është që ne nuk do kemi nevojë. Kjo është gjëra më e sigurt sot. Ma e mirë kjo do jetë kështu spot në 12. Kjo do jetë në emisionin tim, do ta vë disa herë këtë. Kur dali rezultati, Elisa Sprepali ka thënë kështu. Shënojeni, sepse ne do marrim një mandat edhe më përfaqësues se mandati i 2021. Jo, këtë lloj parashikimi unë nuk mund ta bëj dhe nuk do ishte serioze që ta bëja, por ju jeni duke thënë që 70% është e sigurt. Ne në 2021 kemi marrë 74 mandate dhe kjo as nuk diskutohet sot. Pra 74? Po, por unë nuk jam, jo,
As nuk diskutohet, kjo është dyshemeja. Do të thënë, ju jeni duke thënë që s'keni nevojë për vot për mandate tjera. Ne do marrim një mandat më të fortë dhe më përfaqësuese në 2021-shin, se sa do jetë ky, unë nuk mund ta parashikoj, sepse nuk jam një njeri që merrem me sondazhe, por unë di që synimi ynë në qarkun e Tiranës është 20 mandate. Tani për ta mbyllur këtë pjesën e zgjedhjeve, zonjë, sepse kam disa pyetje që lidhen dhe me historikun dhe në cilësinë tuaj si kryetare e parlamentit do të pyesë disa gjëra dhe personale, po tani është edhe një opsion tjetër zonjë, se tani ju thoni do fitojmë ne, ka edhe një opsion tjetër se edhe mund të humbisni. Çfarë do ndodh me ju nëse humbisni? Tani këto supozimet tuaja janë... Jo, s'është supozimi im. Do të ka një, mundësia një, fitoni. Është simetrikja e pyetjes që bëhet më lart. Nuk ka asnjë gjast të ndodhë. Dhe këtu mbyllet diskutimi dhe ndoshta për ta zgjeruar pak më tej diskutimin, nëse ma lejon dhe nuk i do përgjigjet me po dhe jo, mund të them diçka për tej. Është jo vetëm e studiuar nga ana teorike, por edhe në praktikat e shumë vendeve, edhe të vendit tonë, që koalicionet me partit vogla, me kingmakers, nuk janë koalicione eficiente që prodhojnë politika më të mira edhe prodhojnë më shumë demokraci. E kundërta është e vërtet, koalicionet që janë të detyruara, sidomos në vendin tonë, kanë prodhuar më shumë kushtëzime për qeverisjen, jo në favor të interesit publik, po në favor të atyre që i zotrojnë apo i drejtojnë këto parti dhe këto grupe interesi.